Në gusht të vitit të kaluar, flakët e një zjarri të fuqishëm të favorizuar edhe nga era përfshin kishën e Shënilis në fshatin Lekër të Bashkisë Tepelen. Zjarri dëmtoi çatin dhe tavanin e objektit, ndërsa pjesa tjetër e kishës u shpëtua fal ndërhyrjes së shpejtë të banorëve dhe forcave zjarfikse. Sot, një vit më pas, panorama është krejt ndryshe. Kisha po rikthehet në identitetin e saj, ndërsa për banorët e Leklit, ky restaurim përfaqëson jo vetëm shpëtimin e një objekti kulti, por edhe ruajtjen e historisë, besimin dhe identitetin të komunitetit. Ne punuam këtu në kishë, bëm çatin, shuvat, tavane, çka kishte ajo, të gjitha. Edhe ngelëm të kënaqur me punën që bëm, ne dhe banorët e fshatit. Ishte zjarri fort kësa radhe. Dodhi në majtë Golikut, jo këtu që ashtu po të pak me sakrificë. Pas kërkesave të vazhdueshme të komunitetit dhe drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore Gjirokastër, Ministria e Kulturës akordoi fondin për abilitimin e kishës. Punimet restauruese dhe konsoliduese vijojnë me synim për të garantuar ruajtjen afatgjatë të këtij monumenti të rëndësishëm. Aktualisht jemi në ditët e fundit të punimeve të këtij objekti, pasi ka ngelur vetëm disa punime rifiniture, siç e shikoni objekti ka përfunduar, çatia është restauruar totalisht dhe ky objekt do jetë në shfrytëzim të banorëve dhe duke ruajtur vlerat e tij të cilat i mbartë kohësh. Kisha është një objekt një nefësh me një seksion 20 me 17 metra, i vendosur në krye të fshatit Lekël, e cila është në një pozicion dominues në gjithë luginën që është poshtë këtij fshati. Kisha e Shënilis është një nga objektet me vlera të veçanta të trashëgimisë kulturore në zonë, dëshmi e arkitekturës tradicionale dhe e jetës shpirtërore të komunitetit ortodoks ndër shekuj. E ndërtuar në fund të shekullit të 18 dhe në fillim të shekullit 19 nga Tanas Vaja, një prej bashkëpunëtorëve të Alipash Tepelenës, ajo i ka mbijetuar kohës, fatkeqësive natyrore dhe trazirave historike. Pas dëmtimeve të shkaktuara nga zjarri 12 gushtit të vitit të kaluar, kisha po ringrihet sërish, duke rikthyer një simbol të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore të Lekut.